Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për çelin e lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë, të cilat nuk i numërojmë dot. Allahu na ka begatuar për shkak të mëshirës dhe mirësisë së tij të pakufishme. I jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundësuar që të vazhdojmë rrugtimin tonë së bashku në shoqëri me temën Kur'ani edukon. Ashtu sikur se kemi paralajmëru, sonte do të flasim, apo ma mirë me thonë, do të fillojmë të flasim për temën Kur'ani edukon burrat. Kemi folën të kalumën për rinin, për gratë, për pushtetarët, për qytetarët, për kështu me radhë, dhe sigurisht që se cila kategorie e shoqërisë, madje se cili profil në shoqërinë njerëzore, padyshim që e gjenë në Kur'an atë që i nevojitet, atë që i vynë, atë që njëtë eventualisht mundet me i mungu, atë që e plotëson jetës ti i jep kuptim, po njëkohësisht edhe atë pra individin si njeri e bën akoma ma njeri. Realisht ne jemi dëshmitar se njerëzimi është të shku, njerëzimi është të shku ka ajo që me jetu fizikisht, por pa njerëzillak. Ka shumë frikë, ka shumë rrezik, s'bën me e mohu, ka edhe shumë përpjekje që njerëzimin me zhvesh prej njerëzillakut, me e lanë me mbjetu që ashtu qysh jetojnë krijesa tjera, po jo ashtu si duhet me jetu njeriu. Allah i madhruar ka paralajmëru se njeriu me gjithate mundet me, pasi që Allah i madhruar e ka ngrit, e ka formësu në mënyrën më të bukur, e ka plotësu në mënyrën më të përsosur, e ka ngrit mbi të gjitha krijesat, megjithatë ai ka mundësi edhe me ulshu në esfele safilin, në pozitën më të ulët që mundet një krijesë me kon, madje ka mundësi me qenë edhe në atë që Allahu ka thonë, ulaike kel an'ami bel hum adall, mundën me ardhë në gjendje dhe në situatë me qenë sikurse kafsha, ose sikurse bagtia, madje edhe më largë nga rruga e drejtë se sa edhe vetë kafshat. Sido që tjetë, Kur'ani është ai i cili e plotëson çdo mangësi, e ndreq çdo gabim, edhe çdo defekt, e përmirëson apo i jep sukses çdo përpjekje për me arrit atë që përputhet me kënaqësinë e Allahut fuqiplot, kësaj edhe burrnia si virtyt që s'ka të bëj do e mos vetëm me gjini. Pra kur flasim për burrnin, nuk ka të bëj thjesht vetëm me gjinin mashkullore, për arsye se burrnia mundet me qenë në atë kuptimin më pozitiv të fjalës, me qenë prezente edhe te gratë, edhe te femrat, po duke qenë se megjithatë mashkujt në shumicën e situatave janë ata të sprovumet, janë ata prej cilëve pritet punë, angazhim, aktivitet, sakrificë, aksion. Atëherë burrnia më shumë përputhet me mashkujt pa u përjashtuar edhe gjinia tjetër. Dhe Allah i madhëruar nëpërmjet Kur'anit në mënyrën më të mirë formon burra. E kemi thënë edhe do të me e kuptu, do të me e kuptu se Islami njeriun e keq e bën të mirë, ndërsa njeriun e mirë e bën akoma më të mirë, dhe kjo është e rëndësishme. Burrnisë dhe burrave ja u din vlerën burrat. Njeriu të mirë ja din vlerën njeriu i mirë. Dhe njeriu e mirë nuk ka mundësi me vlerësu njeriu i keq. Ai i cili nuk është burr, ai edhe nuk e din çka është burrnia.
njerëzit që janë formësu edhe janë formu edhe janë ngrit në frymën edhe edukatën e Kur'anit, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata e kanë vlerësuar më shumë te njeriu si aset. Njeriu është aset, është pasuni e paçmim. Ata vetë kanë synuar ngritjen në majat e larta të burrnisë edhe pastaj dëshirat e tyre kanë qenë që me pas në rrethin e tyre sa më shumë burra në kuptimin më pozitiv të fjalës. Transmetohet se njëherë Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu ka qenë duke nejt me shokët e vetë. Kjo mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë Omeri i pari i muslimanëve, khalife. Edhe duke qenë në atë gjendje, i thot atyne që ka në atë nej, sigurisht nuk ka qenë ndoshta numër i madh i njerëzve. Ka thonë, hajt, dëshironi diçka, fantazoni diçka. Njëri i thot, unë e kisha pas qef, thot, që kjo dhomë ku jemi të nejt, sigur t'i shkone mbushun plot me ari edhe argjend. Që ajo pasuni, ajo thesar me qenë pasuni e imja në posedimin tim, edhe krejt me edhon fi sebilillah. Me e shpenzu në rrugë të Allahut edhe me ju dhonë sadaka njerëzve. Pra, se kisha pas qef me e pas për vete, po e kisha pas dëshirë dhe kisha ndru t'i shkone e jemja për me ma pa hajrin njerëzit. Tjetri, edhe i qashtu parafërsisht një dëshira, i thot nuk kisha pas qef me kon are argjend, po me kon margaritare dhe diamante. Plot kjo dhomë, me qenë e imja, edhe t'njetën unë me e shpenzu në rrugën e Allahut, edhe me dhonë sadaka me ndihmu njerëzit që të mashohin hajrin. Edhe padyshim që këto dy dëshira janë përmend transmetim, janë shumë fisnike. Njeri me thonë, kisha pas qef me kon milioner, për çka? Pak mi ndrejsh vetit standardin e ma shumë me bo mirë. Padyshim që është dëshirë shumë fisnike, edhe unë menoj që ai i cili arrin në shpirtin e tij me kultivu dëshirat këtilla, atë Allahu ka me e shpërbly. Tu bazun atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se dy njerëz barazohen, ai të cilit Allahu i ka dhënë pasuni edhe mend. E ai atë pasuni e shfrytëzon në përputhje me kënaqësinë e Allahut, pra e përdor, e shfrytëzon për vete, por edhe i kryen obligimet që dalin prej asaj, edhe ai personi tjetër të cilit Allahu i ka dhënë mend, po si ka dhënë pasunia, i thotë, të kisha pas sikur filane edhe unë kisha vepruar sikur ai. Pra dëshirat e këtilla janë fisnike edhe njerëzit që kanë dëshirat këtilla, padyshim që janë të virtytshëm. Pastaj Omeri duke i ndëgju këto, sigur nuk u kënaq me përgjigjet, edhe vazhdoi me ju thonë, hajt bre, fantazoni edhe diçka. Edhe dikur njerëzit e panë që s'është kjo që po flasim na, aja që po e kërkon Omeri. Edhe ju drejtun ata, i thanë, hajtë pra ti o prisi besimtarve, na të rego, a kiti na i farë dëshire? A ka diçka që ty të pëlqen, kështë pas qef, a kiti na i andër, a ki na i fantazi? Edhe thotë Omeri, thotë po, edhe dëshira jam lidhet me këtë dhomë ku jemi të nejtë. Veç unë s'është që kisha pas qef me pas are argjend, as margaritar, as diamante, po thotë unë kisha pas qef që kjo dhomë ku jemi të nejtë na, me kone mushun plot me burra, sikur Ebu Ubejde ibn al-Gjarrahi, e Muadh ibn Gjebeli, e Salimi, edhe Hudhejfe ibn al-Jemani. Omeri i përmend 4 burra me emna, sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë kisha pas qef që kjo dhomë, sa njerëz mundet mi nëzonë? 20, 15, 20, 25, si nëzanë 100, si nëzanë 200. Ama qika që kisha pas qef mi pas një 15-20 burra, sikur qëta që po i përmend me emën. Për çka? Thotë që unë bashkë me ta me vepru fi sebilillah. Unë bashkë me ta, unë mi udhëheq, e ata me ardhë mas meje për me vepru, edhe me kontribu fi sebilillah. Pra, Omeri sikur e ngriti standardin, e ngriti pazarin, nuk e la të niveli material me pas pare për me dhonë,
ose me pas kështu për me kontribu, me dhënë sadaka e të ngjashme, për arsye se ato megjithatë janë të kompenzueshme. Parja bëhet, parja arrihet, edhe ne jemi sot jetojmë një kohë kur me gjithë faktin që kemi nga njerë ankesa për mënyrën se si po jeton njerëzimi. Megjithatë unë mendoj se na si musliman jemi edhe do të jemi shumë krenar për humanitetin e theksuar që e kanë një mas jo e vogël e njerëzve. Sot njerëzit japin shumë, elhamdulillah, disa që Allahu i ka begatu, ose ata që Allahu i ka begatu, disa prej tyne, japin shumë, ndihmojnë shumë. Unë ndihmojnë të varfërve, unë ndihmojnë të smutve, nevojtarve. Po menoj të na ndodhin do gjona interesante shumë që ndoshta nëse s'tham kërkun në botë, por rallkun në botë ndodhin, për shembull, fukaran me bo me shtëpi. Mi ble banes ose mi ndërtu shtëpi, për një merë rallkun ndodh të na ndodh. Nuk jemi prej vendeve më të pasuna në botë, po mbasi jemi prej popujve më solidarë në botë. Ndër, jo ma të partë, po që aty, në atë elitën e aty në bamirësve, gjendemi edhe ne. Edhe kjo është gjoja, është zakonisht e mirë, për arsye se bamirësia i mbron njerëzit nga përfundimet e këqija. Bamirësia, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sana'i'ul ma'rufi taqi masari'a as-su. Kur njeriu bën mirë, bamirësi të ndryshme, thot që kjo bëhet garant që ai mos me pas përfundim të keq. Mos me u shkatërru, mos me i ndodh ndonjë katastrofë, ndonjë kështu me radhë. Bamirësia është një lloj garanti që njeriu mos me pas përfundim të keq, jo vetëm në kuptimin përfundimin e imanit edhe jo imanit, po edhe në përfundimin e jetës në një mënyrë që kërkosh ndoshta edhe se dëshiron. Sido që tjetë, Omeri pra nuk e kishte këtë hall, për arsye se po e vrejmë edhe vetë se këto gjana megjithatë arrihen, kultivohen, përhapen, mirë pa ajo që njerëzit mas tepërmi kanë nevojë për te, simbas kësaj që ka thonë Omeri, kanë nevojë për me pas burra, të cilët kontribojnë në rrugën e duhur, kontribojnë në rrugën e Allahut fuqiplot, kontribojnë në përkrahje dhe ndihmes të vërtetës, të drejtës, të asaj që është e qëllume, të hakut, të islamit, të dinit, të imanit. E në kuadrë të kësaj hyn pastaj edhe kontributi për të mirën e përgjithshme, që ata burra janë që e promovojnë bamirësinë, që ata burra janë që e promovojnë solidaritetin, që ata burra janë që e aplikojnë edhe kur të paraqitet nevoja edhe gatishmërinë për sakrificën më të madhe që është lufta në rrugën e Allahut fuqiplot. Domethënë, burrnia e formsume edhe e kornizume me iman, me udhëzim të Allahut fuqiplot, i përfshin të gjitha virtytet e mira edhe pozitive që një njeri mundet me i pas. Kjo e thash njerin e mirë, Islami e bën edhe më të mirë, që do me thonë se edhe pa iman njeri mundet me konë burr, mundet me konë solidar, mundet me konë bamirës, ama me iman ai bëhet hala ma i ngritur në këtë aspekt. Nëse e analizojmë pak që to, kena me e pa se Omeri megjithatë projekti i tij e te i kalonte, ose mënyra e tij të mendumit, më mirë me thonë, e te i kalonte dimenzionin material. Omeri nuk i kishte gajle me ndërtu shtëpia, me ndërtu qytete. Edhe pse më vonë, me e lexu historinë e Omerit radiallahu anhu, do më thonë biografinë e tij, e sidomos atë kohën e sa ka qenë halife, e sheh se në nivel global, nivel historik, Omeri ka bërë reforma që shumë zhvillime që më vonë pastaj kanë mbjetu dhe kanë vazhdu edhe sot, Omeri i ka bërë. Për shembull, në kohën e Omerit kanë fillu regjistrimet e popullsisë, të dhënat e njerëzve. Në kohën e Omerit janë marrë shënime të ushtarëve. Në kohën e Omerit është themelu në mënyrë kogja interesante ideja e postës.
bartja e letrave, e mallrave, e kështu me radhë, sot na e shohim se çka do me thonë puna e transportit sa interesant është. Në kohë të Omeri shumë herët e ka organizuar një gjatë tillë edhe e ka rjetëzuar nëpërmjet qendrave të ndryshme. E plot gjëra tjera që Omeri i ka bë, radiallahu anhu. Mirë pa e ka kuptuar se krejt këto punë nuk arrihen të pas veç pare, are, argjend, ose margaritar, ose diamante. Po këto punë edhe pa pas pare arrihen duke pas burra. Se burrat pastaj e krijojnë mirëqenien. Është ajo ai rregulli sociologjik që thonë kohët e vështira prodhojnë burra të fortë, se në kohët vështira për me mbjetu, për me duhet me qenë i fortë edhe i shkast. Burrat e fortë pastaj punojnë për me i pru kohët e mira, e kohët e mira dhe mirëqenia, pastaj bjen burra ma pak të shkast, mos të thënë burra të ligë. Pse? Për arsye se në mirëqenie njerëz nuk sprovohet edhe si i ktill, nuk është se është shumë i aftë për me u përballë me vështirësi të ndryshme. Për shembull, po flas për një kohë kur jemi konë na tri, unë edhe gjenerata jam, tri në rini shumë të hershme, për shembull, fëmijët e qytetit edhe fëmijët e fshatit kanë pas dallim shumë të madh. Ata të fshatrave kanë konë shumë më të shkaftë. Ndoshta edhe sot është pak mirë, po tash edhe katunart janë bo zërrazi, fatkeqësisht. Po për shembull, na kur kemi shku në Katun, ata kanë hec dafën, na s'kemi mujt me hec dafën. Plot punë tjera, domethënë, pse se vështirësia, jeta më e vështirë e bën njeriu më të shkaftë për me mbjetu. Mirëqenia kryesisht i bën njerëzit më të lartë. Ky është një realitet të cilin ne, si më thon, e pranojmë. Se o ka një meqëm aji cile e ka formulu kështu, ka studiu edhe ka hulumtu shumë kohën e njerëzve. Pra kohët e vështira prodhojnë burrat e fort i bim kohët e mira tani prodhojnë asi burra pak më të lekshtë, ata burrat e lekshtë i sjellin prap kohët e vështira dhe çështo është një farë rotacione qysh funksionon jeta njerëzore. Kështu që Omeri radiallahu anhu e ka pas shumë, si me thonë, të theksume atë larg pamësinë edhe mendjen prehtësinë dhe dëshira e tij çka ka qenë me pas burra. Ata burra të cilët pastaj për me tregu se çfarë burra i vyn, ai në një farë mënyrë e ka përmend edhe profilin e çfarë njerëzve është i interesuar me pas, nga se i ka përmend 4 burra me nam të kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ndoshta dikush ose të gjithë prej tyre se kam shumë të qartë, por ndoshta të gjithë janë kom prezent aty. Ebu Ubejde ibn al-Gjerrahi, Ebu Ubejde është njëri prej 10 përgëzuarve me xhennet. Muadh ibn Xhebeli, e dini është sahabiu i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes tjera çka i ka thonë, o Muadh, pasha Allahun unë ty të du. Edhe ja ka mësuat, ka thonë mos e lep pas çdo namazi pa thonë, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Zoti im, më ndihmo të të kujtoj, të të falenderoj edhe ibadetin të bëj sa më mirë. Muadhi është ky. Pastaj Salimi, pastaj Hudhaife ibn al-Yamani. Të gjithë njerëz, burra me peshë, Omeri ka thonë që si burra kisha pas që mi pas një 20-30. Pa e përmend numrin gjithsesi, po unë po shprehna me fjalë të mia, kisha pas që mi pas që unë bashkë me ta, unë mi u prija ata mas meje me punu fi sebilillah. Për arsye se të ndërun vllazën, burrat edhe pse mundën me qenë të rrallë, edhe pse që ka thonë e Hoxha Rahmet Shpirti i Past, ka thonë Mulla Jakupi, ka thonë mashkuj ka shumë e burra ka pak. Në të vërtet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë en-nasu ke ibilil mi'e, njerëzit janë në një aspekt të përgjasimit, sikurse devet, në 100 deve, mezi e gjon një për me aqit shalën ose samarin, për me e përdor për punë më të mëdha, më specifike. Pjesa dërmuese, ato 99 tjerat për çka janë? Për mesh ose për çumsht. Do të thonë për një kontribut stereotipet, që më thonë që shbojnë shumica, ndërsa njerëzit janë të rrallë, edhe burrat janë të rrallë, e Omeri këtë gjë e ka qitën pa dyshim me një
deklarat e cila mundet me tingëllu e thjesht, por ka kuptim shumë të thellë. Dikush prej dietarëve pastaj e ka marrë dhe ka analizu këtë thonje të Omerit. Qëta 4 burra që i ka përmen Omeri, nështë si jemi në gjendje me thonë pse i ka përmen, ose sigurisht këshëm pas qef, sigur këshëm mujt me e pytë Omerin, në regull, po pse bashkë ta 4 i përmene, pse përmene, po e zonë, cilin do prej sahabëve, sahabët kreti jenë konë me vlerë, po sigurisht vlera e të gjithëve nuk ka qenë njëjtë. Edhe dikush prej dietarëve pra e ka bënë hulumtim edhe i ka gjetë disa cilësi, disa virtyte që këta njerëz i kanë pas për me kuptu na çfarë burra ka lyp Omeri. Pra nëse na shkon menja me thonë qysh është burrnia, i shkon mirë nështë me thonë e çfarë burra ka lyp Omeri për me e ditë se në elitën e burrnisë i hënkon kryesisht ata sahabët e mëdhej, sigur se Ebu Bekri, Omeri e të ngjashëm, e pastaj ata e kanë ditë qa o burrnia dhe e kanë promovu atë. Në cilësinë e këtyne burrave, cilësitë e përbashkëta që përmenden në interpretimet e dietarëve, thotë se këta burra kanë qenë të shqumë me vullnet të qelekt. Vullneti, të nderuar vëllezër, është ajo forca e mbrëmshme, ai burimi i mbrëmshëm i energjisë, të cilin e ka secili njeri në shpirtin e tij, por nuk e kanë të gjithë shumë të fuqishëm edhe shumë të theksuar. Dhe sa më i fuqishëm tjetë ai vullnet, aq më i suksesshëm do tjetë ai njeri. Dhe ekzistojnë një mori gjanash, të fillu prej iniciativave, ose edhe prej punëve të cilat ato mundën mos me konë iniciativa, po jënë punë cilat dikush na thotë çto punë do të më i bëjë kështu, edhe na i kryjmë, i realizojmë në jetën tonë. Këtu bëjmë pjesë për shembull, ose jo që bëjmë pjesë, po në radhë të parë bëjmë pjesë ibadetet, ato veprime shumë të rëndësishme, të cilat Allah në mënyrë të prerë i ka kërku prej neve, edhe ne në këtë rast të thonë njerëzit këtu edhe të ibadeti dallojnë sipas vullnetit që kanë. Nëse e marrim namazin, për shembull, disa njerëz, në mesin e gjithë atyre njerëzve që e falin me rregull namazin, po prap njerëzit dallojnë. Pse? Se disa, përveç që e falin me rregull, por mundohen deri në maksimum me e falin në xhami edhe në xhamat, që ashtu që është kërkesa e Islamit. Disa tjerë e falin edhe mjaftohen me e kry obligimin, me e përmbush obligimin, pavarësisht a ja dalin me anë në xhami, apo e falin në shtëpi, apo shumicën i falin në shtëpi, ai një aty këtu e falin në xhami. Tash këtu kemi të bëjmë me mirë edhe ma mirë. E që të mirë edhe ma mirë, vlerën edhe dallimin e bën kosh, e bën vullneti, që e fuqia e mbrëmshme. Për shkak se neve Islami na ka dhënë kërkesa edhe obligime në një hapësirë të caktuar, në një kornizë ku një pjesë është kogja nalt edhe një pjesë është pak më ulët. Për shembull, nëse e ki xhamin larg, çaq sa nuk dëgjohet ezani, sikur të thirr pa mjete teknologjisë. Për shembull, me u thirr ezanin, shkruaj u thirr atëherë kur s'ka pas mikrofona, s'ka pas rrymë, kësi gjana. Me u thirr ezanin në bord xhamis, pezom ose në kulm xhamis ose në minare. Sa metra mundet me uni? Unë menoj që nashta 300-400 metra, ma larg 500, hajde, por 1 kilometër sigurisht nuk njihet zoni pa kësi. E kjo i bjen që ata që e kanë xhamin 1 kilometër larg, ata juridikisht nuk e kanë obligim me dalë në xhami. Mirë po, ka shumë prej tyne që jo 1 kilometër edhe ma larg, edhe shumë i rrin gati xhamisë edhe namazit në xhamat. Pse? Për shkak se çaj vullneti te ta është i fuqishëm. Vullneti sa më i fuqishëm, punët janë më të mëdha, e trupi sigurisht që lodhet më shumë, e thojnë ortakët e hershëm, thojnë idha kanat an-nufusu kibaran ta'ibat fi muradiha al-ajsamu. Thot kur shpirtat janë të mëdhej, në jetësimin e aspiratave tyne lodhen trupat. Ai që ka shpirtin e madh,
trupi i tij lodhet me nga mas atij shpirti. Pse se ai e lyp xhamin edhe nëse është larg, ai e lyp dersin, ai e lyp punën e mirë, ai e lyp sakrificën, ai e lyp muçu herët, ai shpirti i madh çështu është, vullneti i çelëkt çështu është. E thash sta burrat që ka folë Omeri për ta, janë kon burra që nuk janë kënaqur me pak. Për shkak të vullnetit fort që e kanë pas, ata kanë lyp me bë punë të mëdha edhe punë me shumë vlerë. Para mendoni vetë Omeri, për me e marrë shembull, çfarë ambicie ka pas në jetën e tij, e ka pas një burr para vete i cili ka qenë pothuajse kampion të gjitha veprat e mira, edhe ky është mundu so pajtu me faktin që çaj burr për një është i veçantë. Fjala është për Ebu Bekrin. Po o mundu ka thonë t'ja kaloj edhe atij. Edhe për një ai i cili ka vullnetin e fortë, ai nuk pajtohet me kon dikush, valla filoni e ka kollaj, na me thos s'munëm me hyn ngarë. Pse mos me hyn ngarë me Ebu Bekrin? Për shembull, Omeri ka thonë vetit, pse mos me hyn ngarë me Ebu Bekrin unë? Ai dikur e ka marrë vesh që s'nia kalan. Mirë po ngarë ka hy, edhe hymja në ngarë, pjesëmarrja në ngara të mirëfillta të burrnis, e ngrit njerin nalt edhe nëse nuk arrin me dalë i pare. Pjesëmarrja në secilën ngarë, të shtin me lëviz, të shtin me u përgatit, të shtin me dhon mund, me bë sakrificë. Edhe Omeri është mundu me çdo kusht so pajtu pse Ebu Bekri me kon bajraktar, pse ai me kon gjithë më i miri. Unë po du m'ja kalu. Edhe i dini ato rastet kur u mundu m'ja kalu, po megjithatë nuk ka mujt, s'ka rëndësi. Po ajo që ka rëndësi është se vullneti i çelëkt, vullneti i fortë, i fuqishëm, burrin nuk e lën me u pajtu veç hajt të bëj një punë do si do, po ai burr është i edukum me edukatën e Kur'anit, edhe me edukatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na e ka mësuar një gjë të thjeshtë po të rëndësishme, kur na ka thonë inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Allahu don që kur ndonjëri prej jush ta bëj një punë, ta bëj perfekt. Ta bëj perfekt. A mundem me e bëj një punë perfekt? Padyshim që jo, po synimin do të me e pas. Çdo punë që e bëjmë, do të me thonë me mujt me e bo që kërkush mos me më gjetë vrejtje. A realisht na nesër me e këshyrë punën tonë, vetit i gjojnë vrejtje. Themi, sot e kësha bo ma mirë se që e kom bo dje. Mirë po dje e ke dhonë maksimumin, edhe që kjo është aje e cila e kërkohet, edhe e cila vije si rjedhoj do më thonë nga dishmëris për me vepru, e qati vullnetit fuqeshëm, e qati vullneti i cili është baza edhe piknisja e jetësimit të asaj për çka Allah i madhruar na ka kriju, kur na ka tregu në surën Dhariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gjinnat dhe njerëzit nuk i kam kriju për tjetër gjë veç se të më adhurojnë. E thash ky adhurimi i Allahut fuqiplot është një fjalë të më adhurojnë, mirë po është koncepti i jetës për arsye se aty hyn jetësimi të gjitha urdhresave, respektimi të gjitha ndalesave, pastaj ato urdhresa mundën me konë urdhresa të prera që janë farzet, obligimet, mundën me konë urdhresa jo të prera që janë preferencat, sunetet, nafilet e të ngjashme, besimtari me vullnet që likë tona i respektan. Dikush thot, valla unë me mujtë mi falë farzet, isha koni knaqën, ani, mujtë mi falë farzet, edhe me koni knaqën, edhe me lena Allah të ke shpëtu, mirë po, me jam sy me i ba edhe sunetet e kështu me radhë, kime unë ngritë shumë naltë, qysh na ka mësu Allahu fuqiplot. Nuk më afrohet robi me diçka të cilën unë e du ma shumë se sa, atë që ja kom o ba obligim. Ndërsa i vazhdon pas kësaj të më afrohet edhe me gjona vullnetare, derisa të arri në nivelin meritor për dashurin time. E kur e du unë atë, bëhem syni i time të cilin sheh, veshje i time të cilin dëgjon, dora me cilën punon, koma me cilën ec, nëse lyp diçka gjithçysh ja jep, nëse kërkon mbrojtje gjithçysh e mbroj, e kështu me radhë. Janë shumë premtime të Allahut fuqiplot këtu që për një mend do të me konë josh se për neve, por për me arrit ato don vullnet, don forcë të mbrëmshme, edhe me i respektu ato që Zoti ka kërku me i pununa, po edhe me i respektu ato cilat Allahu ka kërku se një të shmangemi, të fillu prej atyne që janë të ndalume në mënyrë të prere.
haramet. Pastaj ato që janë të shortume, edhe pse s'janë të ndalume, me kruhet. Nga njerë do të me i lon edhe disa gjona, për shembull që janë të lejume, edhe nëse i veprojmë, s'ka kur gjë të keqe në to, mirë po që ato të lejumet kur të teprohen, munën me të lodh, edhe me ta dobësu vullnetin, për mos me i bo pastaj do punë që janë obligim, ose Zoti na rujt për me ra në do punë të cilat janë munën me qenë të ndalume. Allah i madhruar përmend kësi burra në Kur'anin famadh, fjala burrë dhe burrni përmendet në Kur'an, edhe po e ritheksoj, s'ka të bëj thjesht me gjini. Edhe femnat munën me arrit këtë epitet. Përmend Allah për shembull në surën Nur, kaptina e dritës, ajetet 36-37, thot fi bujutin edhin Allahu en turfa u yudhkara fiha ismuh. Në shtëpi, është fjala për xhamit, shtëpitë e ibadetit, që Allahu dha urdhër që të ngriten dhe të përmendet emri i tij, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijal. Në ato shtëpi madhrohet emri i Allahut fuqiplot në mëngjes dhe në mbrëmje prej kujt? Prej burrave. Rijal, burra, jo mashkuj, burra. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah. Burrat cilat nga përmendja e Allahut dhe falja e namazit nuk i largon, as nuk i mashtron as tregtia, as shitblerja, as çfarë do punë tjetër, yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, nga se ata i friksohen një ditë kur edhe zemrat edhe syt edhe shikimet do të tronditen. Çka është përshkrimi i këtyne që Allahu i quan rijal, i quan burra, janë të lidhur me xhami, e përmendin Allahun mëngjes edhe në mbrëmje, gjendja e tyre është e atill, domethënë arrin një lloj imuniteti saqë ata as tregtia, as shitblerja, as puna, as biznesi, as gjallënia nuk i largon për me i shmang prej përmendjes së Allahut edhe prej faljes së namazit. Çka do me thonë kjo? Kjo nuk do me thonë nderu vllazën për mos me u keq kuptu, po mënej nëse keq kuptojmë këto, po derisa këto fjalë mundën me u ndigju edhe më larg dikon, me mendu dikush me thonë Zoti po lyp ka si burra që rrinë vetë në xhami. Jo. Zoti lyp si burra që janë serioz. Në xhami kanë seriozitet, edhe në punë kanë seriozitet. Edhe din me e bërë renditjen e obligimeve, punëve të veta, angazhimeve të veta, sipas rëndësisë që kanë. Pse me konë namazi edhe dhikri, ma i rëndësishëm se tregtia. Tu e pas parasysh se na mundum me thonë, po unë punën që e baj, biznesin që e kam, dyqanin që e maj, tregtin që e zhvillaj, unë e maj me te vetën edhe familja. Sigur se na thojnë sot shumë njerë, po edhe puna është farz. Po, edhe puna mundët me konë farz, e vërtet është. Po ka diçka që është farz edhe ka diçka që është ma farz. Edhe ka farze, plot farze, ka që mundëm të gjitha me i kry, edhe ato nuk do të në asnjë mënyrë me e pengu njëna tjetra. Për arsye se na themi puna o farz, po kur shkojmë me lyp punë, çka këshyrën mes tjerash, nëse aplikojmë për një punë, këshyrën mes tjerash edhe sot ditë i kena pushim. Një javë, në vetë, a është qështu apo jo. Madje gjatë orarit punës thena, sa kena pauzë. E po mirë, dhe më thëmë puna që në ka farz, po ti po e lypë që një farë pauzët, cilën, për çka e lypë atë? Valla me i dhonë shpirtit edhe trupit pak qetësi. E çaj shpirt lypë me ushqyn, mes tjerash edhe me namaz, edhe me dhikr, edhe me kështu me radhë. Kjo është një. E dyta, puna për çka po të vynë? Valla për me mbjetu, kime punu një muj ditë për me marrë në fund një rogë e cila at del as del. Po me gjithatë du të me punu se pa to, jeta vështirësot edhe ma shumë. A është qështu apo jo? E namazit? Namazit vynë me apliku për shkak se nuk është një rogë mujore. Nuk është një pagesë e cila si e sigur të at del, atë mjafton, as të mjafton, po është diçka që pa to, është sikur me tanole oksigjenin. Dhe thonë njeriu i cili i thot veti besimtar, e nuk e ka kuptu vlerën e namazit, është sikur mos me e kuptu vlerën e frymëmarrjes për gjallërinë fizike. Do thonë diçka që as nuk bën me shtin në krahasim me ato muhabetet edhe formulat e gjallënisë së kësaj dunjaje, sikur se është puna, biznesi, karriera e të ngjashme, gjithnjë duke
duke insistu që ato edhe nuk vinë ndesh njëra me tjetra. Namazi kur asnjë hoxh s'ka thonë, kur njët, se Kurani se thot, as se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, faluni mos punani. Bile me kësyrë që ka regullu Allahu kohët e namazit e shes sa bukur, jenë të regullume me e falë namazin pastaj deri në drejkë se ki asni namaz. Namazet tjera jenë të grumbullu me mazdite. Pse? Se koha e paraditës, e koha e vlefshme, e freskis, e fuqis, je që i pushushëm, energjik, zhvilloj biznesin. Puna, gjallna, vy, fita, bon tregti, mosunal. Mazdite lodhësh, edhe pi tregtis lodhësh, edhe pi dyqanit lodhësh, edhe pi punës lodhësh. Ama namazin mos e harro se shpirtit vyn, sigurse ushqimi për trupin që do më thonë vynë kohë pas kohë me ngronë për me majtë forcën e njëjta gjashtë edhe ibadeti edhe lidhja me Allahun fuqiplote, cila pa dyshim që është shumë e rëndësishme. Pra, Allahu kur i përmend në surën, cilën surë thamë, surja Nur, ajetet 36-37, i përmend këta burra që janë të lidhur me përmendjen e Allahut dhe nuk i mashtron as tregtia, as shitblerja nga namazi, dhikri e kështu me radhë. Ma tutje, një vend tjetër, Allah i madhruar thot edhe diçka tjetër, po du me i përmend edhe dy gjana në qitë në temë, për me e kuptu qysh arrin njeriu që dunjaja mos me të largu prej rrugës e Allahut fuqiplot. Thot Allah në surën Sejdë, ajetet 15-16, thot innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Në ajetet tona besojnë vetëm ata të cilët kur përmenden me to, kur i kujtojnë ajetet e Allahut, ata me kanë nevoja binë edhe në sejdë, edhe e madhërojnë Allahun me madhërimin që i takon atij pa u tregu arrogant. Kjo është gjendja e tyne, e gjendja shpirtërore. Ndërsa veprimi i tyne cili është, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Thot natën ata qohen prej shtretërave të butë e të ngrahtë, duke e lutë Allahun me frikë dhe lakmi. Dhe nga ajo që i kemi furnizua dhe begatu, ata japin. Pra dy veprime interesante shumë. Flet këtu Allahu i madhruar për çka? Flet për namaz i cili nuk është namaz obligativ. Flet për namazin vullnetar, namazin e natës. Ngritën prej rehatis, e prishin gjumin, s'është obligim. S'po flasim për farz, po flasim për diçka që është mirë, edhe me këtë ata e krijojnë imunitetin. A din ç'i bën kjo në rrugë? Sikur plot njerëz sot që merren me sport, s'është farz më marr me sport, s'është farz me shku në fitness, s'është farz me dikush merret me vrapim, dikush merret me hecje, dikush me nxitje mbi, dikush me çka do qoftë me sporte të ndryshme, nuk ka farz. Mirë, po marrja me sport cilin të pëtsh, prej atyne që merren me sport, që ka thot, ama nuk e ki idenë sa mirë nihna. Ja, vërtet është. Nuk e ki idenë sa i qëndru shumë bohna. Nuk e ki idenë sa rezistent, sa i gatshëm, sa i fuqishëm, sa kështu me radhë. Që të fuqi shpirtnore njerit i jep namazi i natës, të cilin Allahu mrekullueshëm e përshkruan, thot, ndahen prej shtretërve të ngrahtë edhe komad. E lusin Allahun me frikë edhe lakmi, edhe dëshirë për me fitu, dhe nga ajo që u kemi dhonë, ata japin. E është edhe një përshkrim tjetër ku Allah i madhruar e përshkruan, në vërtet se përshkruan, po aty e kemi, do më thonë, atë Allahu që na mëson qysh namazi o kon obligim, namazi i natës o kon obligim në fillim, para se me u bo farz 5 kohët e namazit, namazi i natës o kon obligim, thot Allah i madhruar, ja ejuhel muzemmilu kumil lejle illa kalilen nisfahu au inkus minhu kalilen au zida alejhi, varattilil Kur'an tërtila. Surja Muzemmil, ajetet prej 1 deri në 6, o ti mbuluar, qohu natën përveç një pjese të vogël të saj, gjysmën ose ma pak, ose 7, po du me thonë që namazi i natës një kohë ka qenë obligim. Edhe ajo obligim është respektu prej besimtarëve, po e ka pas edhe atë efektin e vetë për arsye se
ai cili është i gatshëm pa e pas bargjë. Ai cili është i gatshëm pa e pas bargjë. Me uqu me elon shtratin një pjesë natës, me elon rehatin, me elon komoditetin, me aprish vetit gjumin, e kështu me radhë. Për çka? Për mi u drejtu Zotit të vetë. Çka ndodh me qëtë njëri? Hajtë ta marrim një shembull ma konkret, ma praktik. Një njeri i cili është i gatshëm çdo ditë me vrapu 5 kilometra, ose me ecë 10 kilometra. Çka ndodh me qëtë njëri? Që ti me i thonë, kur da? Valla kena me shku dikun, po në kom, s'kena me shka me shku, a i thotë, po në 10 kilometra si bëjën sapë. Ose 5 kilometra vrap si bëjë hesap, ose një ngritjet një peshet caktume, s'ta bëjë hesap. Pse? Se është i përgatitun paraprakisht. Qëta njerë që qohen natën edhe falen, edhe janë në gjendje me i kry edhe ato veprive që s'janë obligative, për hir të Zotit, që ta bëhen të fuqishëm edhe për punë matrona masane, edhe për sakrifica tjera. Edhe si rjedhoj, vija ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Besimtari i fuqishëm është më i mirë, po njëkohësisht është edhe më i dashur tek Allahu fuqiplot se besimtari i dobët. O fi kullin khair. Të dytë i dhan Allahu. Veç au besimtar, si i fortë, si i dobët, Allahu e dan edhe është i mirë po atë fortin të fuqishmin e don më tepër. Pse e don më tepër? Jo për diçka tjetër, se funit Allahut kur gjo për i robërëve të vetë nuk i vynë, kur gjo nuk i duhet. Po robërëve ju vynë vetë, po aji cili është më i fuqishëm, aji vepron më shumë, aji e bën ibadet Allahun më shumë e kësi me radhë, dhe në fund të këtij hadithi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. 3 fjalit shkurta. Ju kisha lut majnin men. Majnë në menë si në shumë të mira, edhe na vynë jetë, me i pasë që të fjali, të qarta edhe në kujtes, në gjdo hap tjetës tonë, nuk ka punë që s'munëm mja dalë. Ihris ala ma yanfa'uk. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, vënoja menën, targetoj gjanat cilat ty të bojnë dobi. Mos u merr me gjanat cilat s'të bojnë dobi. Pra, synoj ato gjanat cilat të bojnë dobi, që kjo është e para. E dyta, wasta'in billah, kërkojmë ndihmën e Allahut. Se të vynë, ti mundesh me thonë, unë ja dalë edhe vetë, edhe nështë edhe mundesh me ja dalë me forcat tua, po kur të kërkojsh ndihmën e Allahut, dhe Allahut ta jep ndihmën e vetë, çka ndodh? Kimi ja dalë hala ma mirë, edhe ma lehtë, edhe kimi arrit sukses ma shumë edhe kështu me radhë. Ihris ala ma yanfa'uka, majnin men, syno atë që të bën dobi. Kërkojmë ndihmën e Allahut, wala ta'jaz, edhe mos u bën i ngasht. Çka do të thonë mos u bën i ngasht? Mos u bën njeri që kur një punë s'munësh me e bë. Po mu i ka njeri vetë me u bë çështo, që i bie mos u bën i ngasht, e kundërta cila është, bënu i shkast. Do të thonë i shkast munësh me u bë. Ashta herën e parë s'ja ke marrë dorën që është kryet një punë, po dytën, tretën, dikur me rria dorën, mos rrit ton jetën, mos jetë ton jetën, valla s'di që është bëhet që kjo punë. S'ke ditë kur i ke pas 20 vjetë, pëse se mësojshe? Me 22 vjetë e kështë ditë, me 25, me 30, ton jetën kështë ditë masanej. Ose një send thjeshta, të marrëm një send thjesht që na përket si besimtar, valla unë s'di me lexu Kur'an, po vjen Ramazani, pi marr lakmi tonë me mushafa në dorë, unë veç po rris, s'po di me lexu Kur'an. Ose disa kur shkojnë qabe, thot po shkojnë numre, po rrim qabe mes namazeve, tonë me mushafa në dorë, unë veç po rri pju lakmoj tonëve. Çka të kanale vëlla me mësu? Valla s'po di. Qëta është s'po din, po pëse s'mësojshe për me ditë. Dhe më thonë, la ta'jaz, mos u bën i ngasht, te i kaloj ato pengesat cilat i kin jetë për arsye se janë shumë të rëndësishme. Cilësia e parë pra që aty në burrave për cilat foli Omeri, ishte çka? Cila ishte? Vullneti i çelikt. Cilësia e dytë, shpirti i gjallë. Do thonë nuk jem pranu, nuk jem pajtu me situata edhe atëherë kur vetja e tyne ju ka doke pafuqishme.
Besimtarit çështo do të me kanë. Burrnia çështo e ka. Nga njerë jeni situatë dhe duket si ti kur gjë smunesh me bë. Po të paktën shpirtnisht mos u pajto me atë situatë. Atë marrni shembull. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kur e shet dikush për jush një të keqe le ta ndron me dorë. Smunesh me dorë, do të me fol. Thonë mosë, nuk bën kështu. Nga njerë ka situata që as ashtu smunesh, atëherë thotë do të mos më u pajtu shpirtnisht me to se për të qisoj s'ki ku me shku ma poshtë. Do thonë që kjo është niveli fillestar i përshkruan Allahu fuqiplot në surën Ahzab, ajetet 22 dhe 23. Ahzab 22 dhe 23 i përshkruan ata besimtarët e kohës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe thotë: "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima." Kur i pon besimtarët që janë konë shumë pak, fjala është këtu për atë ngjarjen e Ahzabit, ngjarjen e rrethimit të Medinës, që konë prej sprovave më të rënda për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thotë kur besimtarët i pon atë koalicionin e madh, edhe të fuqishëm, edhe të numërt që erdhën edhe rrethon Medinën, çka thanë? Hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Çto na ka premtu, me çto na ka paralajmëruar Allahu dhe pejgamberi i tij. Të vërtetën e kanë thonë Allahu dhe pejgamberi i tij, o ma zadahum illa imana wa taslima, dhe kjo ja u ka shtuar veç imanin edhe dorëzimin ndaj Allahut fuqiplot edhe më tepër. E pastaj ajeti tjetër është minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. E prej besimtarëve pa të burra që ishin shumë të përzemërt edhe të sinqert në ato që ja kishin dhënë besën Allahut, edhe nuk u dorëzuan. Edhe e dini, situata u konë shumë e pashpresë, shumë armesë, 10.000 armesë rrethon Medinën. Mrena një fis i jahudive e theu marrëveshjen me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe situata për më ishte e pashpresë, po besimtari nuk pajtohet me situatat e këtilla. Është cilësi tjetër e këtyre burrave është largpamësia. Largpamësia. Pra, vullneti i çelëkt, shpirti i cili spajtohet me të keqen, e treta është largpamësia në të cilën besimtari për një do të me konë nivel të kënaqshëm. Besimtari nuk bën me konë i pa orientum në kohë edhe në hapësirë. Mos me ditë çka po ndodh, ose mos me ditë çka me bë, ose mos me ditë valla po thojnë kështu, valla po thojnë ashtu. Besimtari do të me konë shumë syçel. Ka ardhur Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu te Uthmani radhiyallahu anhu. Uthmani tash është halife, pra mas Omerit, edhe i thot o emir al-mu'minin. Kur po shkoj dikon larg, kur po u thoj pesha njerëzit po lexojnë Kur'an, po s'po lexojnë Kur'an, çu lexojmë na. Se e ka pranu islamin edhe ai jo arabi, edhe ai që e flet këtë gjuhë, edhe ai që e flet këtë gjuhë, kështu me radhë, edhe po tutna që për një kohë të shkurt s'kan me njoftë Kur'anin njerëzit. Çka do të thonë largpamësia. I ka thonë, unë kisha thonë, merre mushafin, ka qenë Kur'ani i shkruar në një mushaf, në një koleksion, edhe shumëzo. Edhe qonë se cilën qendër nga një, që të bëhet kopja zyrtare e Kur'anit, që njerëzit të mësojnë Kur'anin si mbas saj. Edhe me nxe ka bindë Uthmanin, për arsye se o dashtë me marrë një vendim për një punë që s'pedin apo bëj mirë, s'po bëj mirë, kështu me radhë, ama kur është bindë, e kanë shumëzuar 7 kopje Kur'anin, e kanë çuar për këtë qendrat e khilafetit, e shtetit musliman. Edhe sot e asaj dite që ky Kur'an lexohet çashtu qysh ka zbrit, respektivisht qysh është shkruar dhe shumëzuar në kohën e Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu. Çto e shese sa largpamës ka qenë ai që e ka propozuar, po edhe sa largpamës e i vendosur ka qenë edhe kjo që e ka marrë vendimin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çështu i ka mësuar sahabët, i ka eduku, i ka trajnu. Kur e ka çu Muadhin në Yemen, pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka çu në Yemen Muadhin, Yemeni kozalar për Medinës, po tash o parhap Islami do të më çu njerëz me u mësu Islamin, përfaqësues e kështu me radhë. Edhe i ka thonë Muadhit, o Muadh, domethënë e ka paraprgadit ku po shka. O Muadh, ka thonë, inneke ta'ti qauman ahla kitab. Ti e të shku të një popull që ata janë ehl kitab, janë pasus të librit. Nuk janë musliman,
po janë ehli kitab, krishterë dhe jahud. Andaj, gjëja e parë në cilën ti kime i firë ata, është që të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar me drejt përveç Allahut dhe se unë jam i dërguari i Allahut. Nëse e pranojnë këte, pastaj kallëzojë që Allahu ja u ka obligu 5 kohë namazit, nëse edhe këte e pranojnë, thot pastaj tregoj se Allahu ja u ka obligu edhe zekatin, një hise e vogël e pasunisë që ju merret të pasunëve, u jepet të varfënve. E nëse edhe këte e pranojnë, atëherë kur t'ja u marrësh zekatin, mos shko m'ja u marrë, për shembull, m'ja u marrë pasuninë më të mirë, ose m'ja marrë veglat e punës, e me falimentu njerën me zeqat. Po merjo ato çka është mesatare që nuk ndikon negativisht te ai, edhe thot rujo, që ta çfarë këshillën në fund i ka thonë pejgamberi, thot edhe rujo prej namas, prej mallkimit të atij që i bën zullum, se ai mallkim s'ka pengesë deri tek Allahu fuqiplot. Pra mallkimi ngritet tek Allahu edhe pranohet. Edhe cilësia e katërt ishte guximi në marrjen jo vetëm vendimeve, po edhe të veprimeve që sahabët e kanë pas, edhe që si burra ka lyp Omeri radhiyallahu anhu. Realisht, vendimet e duhuna edhe veprimet janë ato që i dallojnë njerëzit e guximshëm prej atyre që s'janë të këtill, njerëzve të sinqert prej atyre që s'janë të këtill, realisht i dallojnë besimtarët prej munafikëve. Domethënë, pretendimi është diçka, konfirmimi është diçka tjetër, e Kurani famall është plot me shembuj të këtill që realisht mes tjerash ju vyn njerëzve me u dëshmu se janë ata që thonë se janë. Kur thotë La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ka shpreh dëshminë e besimit, po pastaj konfirmimi vjen matutje, namazi, agjerimi, zekati, haxhi e obligime të tjera. Që kjo është konfirmimi, për ndryshe, ajo metet vetëm fjalë edhe nuk ka mundësi me u vërtetu. Për me përmbyll se do të vazhdojmë me këtë temë inshallah, ndoshta në 2 takimet e ardhshme. Qysh arrihet te kjo burnia të cilën e lypi Omeri radhiyallahu anhu, po e përmeni vetëm një ajet, është ajeti i 4 në surën Saf. I 4 jo, po ajeti i fundit në të vërtetë, i 14. Thot ja ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. O ju që keni besu, bëhuni ndihmtar të fesë së Allahut, ashtu sikur se u tha Isai i biri i Maryamës, havarijunve, kush janë ata të cilët më ndihmojnë mua në rrugën e Allahut? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah, ata thanë na jemi ata që e përkrahin fenë e Allahut. Thot Allahu fa amanat ta'ifatu min bani Israila wa kafarat ta'ifa. Një pjesë besun për bani Israelve, një pjesë mohun, ndërsa ne i përkrahëm ata që besun edhe ata u bënën ngallënjimtar. Kështu që nuk ka mundësi njeriu me u bë burr, edhe nuk ka mundësi me pas sukses, edhe nuk ka mundësi me ngallënjy, përveç se nëse i ndjek këto parimet e burrnisë për të cilat falëm, e për të cilat do të flasim, e për të cilat ndoshta një pjesë do të mbetet edhe pa u thonë, po megjithatë kur e lexojmë Kur'anin, edhe kur i lexojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kur i lexojmë biografitë e njerëzve të mëdhej, e shohim se çysh arrihet burrnia. Allahu i shpërbleft për vëmendjen. Wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.